Territori i Kosovës për datën 12 maj 2026 do të karakterizohet nga mot i ndryshueshëm me vranësira, reshje shiu në disa zona dhe kthjellime në pjesën lindore. Paraditja do të ketë reshje shiu në disa zona, ndërsa pasditja sjell përmirësim të motit dhe intervale me diell. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 8 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 21 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:09 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:54 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 9 deri në 20 gradë Celsius, Podujev 8 deri në 20 gradë Celsius, Skënderaj 10 deri në 19 gradë Celsius, Pej 11 deri në 20 gradë Celsius, Prishtinë 9 deri në 19 gradë Celsius, Gjakov 12 deri në 19 gradë Celsius, Malishev 12 deri në 19 gradë Celsius, Gjilan 12 deri në 21 gradë Celsius, Ferizaj 14 deri në 20 gradë Celsius, Kaçanik 12 deri në 20 gradë Celsius, Suharek 12 deri në 20 gradë Celsius, Prizren 12 deri në 18 gradë Celsius.